i zgjedhur përpara se të lëvizësh ekranin, përpara se të mbyllësh syt, kam nevojë që të ndalosh gjithçka që po bën tani. Sepse ajo që do të zbuloj në minutat në vazhdim nuk është thjesht një video e zakonshme. Nuk është thjesht një mesazh motivues. Është një paralajmërim. Një paralajmërim që del në rrugën tënde pikërisht në momentin kur ke më shumë nevojë ta dëgjosh. Ekziston diçka në shtëpi, brenda historisë tënde, ndoshta madje edhe brenda vetë trupit tënd, që ti nuk duhet ta prekësh më. Diçka që duket e padëmshme. Diçka që ndoshta e mban me vete prej vitesh pa e ditur peshën shpirtërore që është ngjitur pas saj. Dhe është pikërisht kjo diçka që ka mbajtur peng fitoren tënde, ka mbytur lutjen tënde, ka turbulluar vizionin tënd shpirtëror dhe ka bllokuar gjithçka që Perëndia kishte destinuar për ty që përpara se të ekzistonte bota. A je ndalur ndonjëherë të mendosh pse gjithçka që përpiqet të ecë mbar në jetën tënde përfundon duke të rrëshitur nga duart në çastin e fundit? Pse ajo ofertë u zhduk, ajo marrëdhënie u shemb, ajo derë u mbyll pikërisht në momentin kur po kaloje? Pse trupi yt lodhet pa arsye, pse gjumi yt nuk të çlodh, pse mendja jote rrotullohet në mendime që nuk janë të tuat? Shumica do të thonë se nuk është rastësi. Do të thonë se është një fazë. Do të thonë se mjafton të punosh më shumë, të besosh më shumë, të kesh më shumë besim. Por unë jam këtu sot për të treguar një të vërtetë që askush tjetër nuk do të ketë guximin të ta thotë. Ekziston një objekt, një fjalë, një marrëveshje e padukshme, një derë e hapur brenda historisë tënde. Dhe për sa kohë nuk e mbyll këtë derë, për sa kohë nuk e heq dorën nga ajo gjë, asnjë bekim nuk do të mund të zbresë me forcën e plotë që ishte destinuar të zbriste mbi jetën tënde. Sepse ti je i zgjedhur. Dhe i zgjedhur i mbart autoritet. Por autoriteti i kontaminuar nuk vepron. Autoriteti i mbështjell me zinxhir nuk çliron. Autoriteti që prek atë që Perëndia urdhëroi mos e prek shndërrohet në burg. Dhe është pikërisht për këtë arsye që unë kam përgatitur një libër digjital të fuqishëm për ty, udhëzuesi i të zgjedhurve nga Perëndia për të mbrojtur familjen. Ky libër nuk është thjesht për t'u lexuar. Ai është harta që tregon me emër, me simbol, me shenjë të qartë, cilët janë objektet, kontratat shpirtërore dhe dyert e fshehura që ndodhen brenda shtëpisë tënde, trungut tënd familjar dhe vetë rutinës tënde, duke penguar shfaqjen e premtimit që Perëndia tashmë ka dekretuar. Ai zbulon se kush po luan kundër teje në këtë çast të saktë, cilat janë rregullat e kësaj lufte e padukshme që askush nuk t'i ka treguar, dhe çfarë zbuluan të zgjedhurit e gjeneratave të tjera për atë që në ju duhet prekur kur vajimi po zbret. Ky libër u shkrua për çdo që është zgjuar mjaftueshëm për të kuptuar se problemi kur nuk ka qenë mungesa e besimit, por mungesa e informacionit. Lidhja është fiksuar në krye të komenteve, por duhet të paralajmëroj me gjithë sinqeritet. Ky lloj përmbajtjeje sfidon narrativat që shumë njerëz kanë interes t'i mbajnë të paprekura, dhe tashmë ka pasur përpjekje për ta hequr këtë material nga qarkullimi. Mos e prit momentin e duhur, i zgjedhur. Momenti i duhur është tani. Shkarkoje tani dhe komento poshtë kësaj videoje. Unë jam i zgjedhur dhe do të shkarkoj librin digjital. Sepse kur ti deklaron, qiell lëviz. Dhe tani që ke vendosur të veprosh, unë mund të dorëzoj shtresën tjetër të këtij zbulimi, e cila është pjesa ku gjërat bëhen vërtet serioze. Ju duhet të kuptoni një gjë që pak predikues sot kanë guximin ta thonë nga foltorja. Ekziston një parim i lashtë shpirtëror i shkruar që nga kohët kur populli i Perëndisë kalonte nëpër shkretëtir, dhe ky parim thotë si më poshtë, ajo që është e mallkuar ndot çdo që e prej. Nuk është simbolike. Nuk është figurë letrare. Është ligj. Ligj shpirtëror. I njëjti ligj që rregullon gravitetin në planin fizik, rregullon ndotjen në planin e padukshëm. Dhe djalli i zgjedhur e njeh këtë ligj më mirë se shumë të krishterë që janë ulur në kishë prej 30 vitesh. Kjo është arsyeja pse ai nuk ka nevojë të sulmojë drejt për drejt. Ai vetëm duhet të vendosë brenda shtëpisë tënde, brenda dorës tënde, brenda qafës tënde, brenda kujtesës tënde, diçka që mban vulën e tij. Dhe pjesa tjetër e ndotjes përhapet vetvetiu, si boj që bie në një gotë me ujë të pastër. Mendo me mua, pse ndihesh çuditshëm pranë disa objekteve? Pse ajo unas që fitove të jep një ndjesi të çuditshme kur e vë? Pse ajo pikturë në mur duket sikur të vëzhgon? Pse ai parfum, ai dhuratë, ajo veshje, ajo imazh, ajo letër e vjetër, ai shënim i ruajtur brenda sirtarit, të shqetëson kur kalon pranë? Nuk është mendje madhësi. Nuk është imagjinat. Është aftësi dalluese.
Është shpirti yt që bërtet atë që mendja jote ende nuk dëshiron ta dëgjoj. Dhe shkon përtej objekteve. Ekziston diçka edhe më e rrezikshme që mund të jesh duke prekur pa e kuptuar, fjalët. Fjalë që ti vetë deklaron mbi jetën tënde. Fjalë që pranojnë humbjen para se të fillojë lufta. Unë nuk mundem. Asgjë nuk më ecën. Unë nuk kam lindur për këtë. Në familjen time të gjithë janë kështu. Secila nga këto fraza është një dorë e shtrirë që prek diçka që i zgjedhuri nuk mund ta prek. Sepse goja e të zgjedhurit është shenjtëruar për të profetizuar, jo për të gjykuar veten. Dhe kur e prek mallkimin me gjuhë, edhe pse mendon se thjesht po shfryesh, ti po firmos një kontratë. Dhe kontratat në botën shpirtërore nderohen nga të dyja palët i zgjedhur. Djalli e respekton kontratën. Ai e përmbush pjesën e tij të marrëveshjes me terror kirurgjik. Dhe më e keqja është se shumë njerëz e firmosin këtë lloj marrëveshjeje në gjumë, në ëndra të çuditshme ku pranuan diçka, hëngrën diçka, morën diçka nga dikush që nuk e njihnin. A jeni zgjuar ndonjëherë kështu? Të djersitur, me gjoksin të shtrënguar, me një ndjesi sikur diçka hyri brenda? Nuk ishte pozicion i keq gjumi. Ishte vizitë. Dhe vizita që hyn pa u ftuar, i zgjedhur, vjen të kërkojë pagesë më vonë. Ekziston ende një gjë e tretë që nuk mund ta prekësh, dhe kjo ndoshta është më e vështira për t'u lëshuar, sepse vjen e maskuar si dashuri, si mall, si besnikëri familjare. Janë lidhjet. Lidhje me njerëz që kanë dalë tashmë nga jeta jote, por vazhdojnë të jenë banor brenda mendjes tënde. Lidhje me atë ish që ende ja shikon profilin fshehur azi. Lidhje me atë të afërm që foli për jetën tënde në tryezën e darkës para 20 vitesh. Lidhje me atë shoqëri që të buzëqeshte përpara dhe të përqeshte pas krave. Sa herë që prek kujtimin e këtyre njerëzve me hidhërim, me zemërim, me obsesion, me mall të çrregull, ti por i hap një kanal. Dhe është përmes këtij kanali që shumë gjëra hyjnë. Zilia hyn. Syri i keq hyn. Mallkimi familjar hyn. Shpirti i zilis në pamjen e admirimit hyn. Nuk ke nevojë të jesh pranë fizikisht personit për të vazhduar të jesh i lidhur shpirtërisht me të. Mjafton të prekësh kujtimin e tij me llojin e gabuar të emocionit. Dhe i zgjedhuri nuk e ka më këtë luks. I zgjedhuri u nda, u shënua, u caktua për të mbajtur gjëra të mëdha. Dhe gjëja e madhe nuk zbret në një vazo të thyer nga lidhje të vjetra. Dhe është pikërisht në këtë pikë që shumë njerëz ngecin. Sepse të dish që ekziston kontaminimi është një gjë. Të dish ta identifikosh se ku ndodhet, kush e mbolli, si ta presësh, me cilën fjalë, me cilën lutje specifike, me cilin gjest profetik, me cilën sjellje mbyllëse, kjo është diçka krejtësisht tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye unë përgatita librin digjital Udhëzuesi i të zgjedhurve nga Perëndia për të mbrojtur familjen. Sepse brenda këtyre faqeve unë nuk të jap vetëm teori, unë të dorëzoj protokollin hap pas hapi se si të identifikosh çdo objekt të kontaminuar brenda shtëpisë tënde, çdo fjalë të ngecur në gojën tënde, çdo lak të infektuar në vijën tënde kohore, dhe si ti presësh të gjitha ato në emër të Krishtit me autoritetin që i zgjedhuri ka, por që askush nuk të mësoj ta përdorësh. Libri tregon se çfarë përdorin entitetet e errësirës për të hyrë të maskuara, tregon shenjat që shfaqen kur je nën sulm, tregon lutjet specifike për çdo lloj pushtimi dhe tregon se si ta blindosh gjithë familjen tënde, burrin, gruan, fëmijët, prindërit brenda një rrethimi zjarri shpirtëror që asgjë nuk e kalon. Linku është fiksuar në krye të komenteve. Dhe unë e përsëris sepse është e rëndësishme. Ky përmbajtje tashmë ka shqetësuar shumë njerëz, kanë tentuar ta rrëzojnë, kanë tentuar ta heshtin, sepse ajo çmonton strategjinë që djalli përdor prej shekuish për ta mbajtur të zgjedhurin në gjumë. Shkarkoje tani. Komento, unë jam i zgjedhur dhe do të shkarkoj librin digjital. Sepse tani që ti ke armën në dorë, unë mund të të tregoj se ku është djalli i fshehur. Dhe është këtu që videoja fillon. Vërtet. Ekziston një model i zgjedhur që përsëritet në jetën e pothuajse çdo biri të Perëndisë të shënuar për vepra të mëdha. Dhe ky model është ky: kur vajosja fillon të rritet, kur lutja fillon të bëhet më e fortë, kur agjërimi fillon të hap qiell, kur dallimi fillon të bëhet i mpret, diçka e çuditshme shfaqet gjithmonë. Gjithmonë. Mund të jetë një dhuratë e papritur nga dikush me të cilin as nuk flet shumë. Mund të jetë një vizitë që shfaqet pa lajmëruar. Mund të jetë një objekt që dikush e harron në shtëpi pa dashur. Mund të jetë një letër, një kartolinë, një ushqim i sjell me një buzëqeshje shumë të gjerë.
Mund të jetë një fotografi e vjetër që fillon të qarkullojë nga hiçi. Mund të jetë një bijuteri që e ke marrë si dhuratë ditëlindje nga dikush që të shikon shtrembër. Të gjitha këto, i zgjedhur, janë tentativa mbjelljeje. Djalli e di që ai nuk mund të prek direkt sepse je i mbuluar nga gjaku. Atëherë ai mbjell. Ai vendos një urë brenda territorit tënd për të mundur të kalojë ligjërisht. Dhe përderisa ajo urë të jetë atje, ai ka të drejtën e kalimit. Ti lutesh, por lutja përplaset në tavan. Ti agjeron, por çlirimi nuk vjen i plodh. Ti dëgjon fjalën, por ajo nuk ngjitet në zemër. Sepse ka një derë të hapur. Dhe ti ke çelësin për ta mbyllur këtë derë, por askush nuk ta ka dorëzuar ende hartën e saj. Dhe këtu më duhet të them diçka serioze për trashëgimin. Sepse pjesa më e madhe e të zgjedhurve që ndjek sot, po mbahen peng jo nga diçka që ata bën, por nga diçka që dikush para tyre e bëri. Dhe kur ti prek atë që erdhi si trashëgimi pa e shenjtëruar më parë, pa e prerë më parë, pa e larë më parë në gjakun e Krishtit, ti merr përsipër borxhin shpirtëror bashkë me dhuratën. E trashëgove atë shtëpi? Kujdes. E trashëgove atë unaz nga gjyshja jote? Kujdes. E trashëgove atë tokë, atë biznes, atë emër, atë traditë familjare? Kujdes. Nuk po të them që ti hedhësh të gjitha. Po të them që ti kalosh të gjitha në sil. Sepse gjëja e mirë që vjen nga Perëndia kalon në zjarr dhe shkëlqen. Gjëja e kontaminuar kalon në zjarr dhe tregon të vërtetën e saj. Dhe është në këtë proces shqyrtimi që shumë i zgjedhur bie, sepse ai nuk di të dallojë mallin legjitim nga lidhja e mallkuar. Ai mendon se ponderon paraardhësit, kur në të vërtetë po rinovon kontrata që duhet të ishin ngrisur 2 gjenerata më parë. Ekzistojnë familje të tëra të kapura në cikle sëmundjesh, vdekjesh të parakohshme, divorcesh, vitesh, varfërie, sepse askush nuk pati guximin të ishte i pari që e preu. Dhe qiell është duke kërkuar, i zgjedhur, atë që do të ketë guximin. Dhe qiell është duke të parë ty tani. Ti u zgjove për të qenë ky gur themeli gjeneracional. Ti u zgjove për të qenë ndërprerja e ciklit. Ti u zgjove për të qenë emri i parë i librit të ri që Perëndia po shkruan në pasardhësit e tu. Por që ti të zësh këtë vend, i zgjedhur, duhet të kuptosh rregullat e territorit. Dhe një nga rregullat më të vjetra, më të injoruara, më të nënvlerësuara, është kjo: atë që ti mirëpret, ti e legjitimon. Atë që ti e legjitimon, ti e mban. Atë që ti e mban, ti bëhesh. Prandaj paralajmërimi është kaq i ashpër sot. Mos e prej. Mos e mirëprit. Mos e legjitimo. Mos e mbaj atë që erdhi për të rrëzuar. Edhe nëse duket e padëmshme. Edhe nëse vjen nga dikush që e do, edhe nëse kushton shkëputje, kushton ofendim, kushton të dukesh mosmirënjohës, kushton të dukesh i egzageruar, kushton të dukesh shumë fanatik në sytë e atyre që nuk shohin të padukshmen. Sepse bota e padukshme nuk funksionon me vizoren e botës së dukshme. Në të padukshmen, një hapje e vetme është e mjaftueshme. Një çarje e vetme. Një objekt i vetëm. Një mendim i vetëm i ushqyer. Një bisedë e vetme e lejuar aty ku duhet ta kishe prerë. Dhe ajo çarje e vetme është dera nga ku një legjion i tërë mund të hyjë dhe të vendos kamp brenda historisë sate. Dhe ti duhet ta ndjesh tani, ndërsa unë flas, diçka që lëviz brenda teje. Mund të jetë një shtrëngim në gjoks. Mund të jetë një drithërim në krah. Mund të jetë një dëshirë për të qarë pa arsye. Mund të jetë një kujtim që erdhi nga hiçi, një fytyrë, një vend, një moment i historisë sate që e kishe varrosur dhe tani ka dalë përsëri në sipërfaqe. Kjo nuk është rastësi, i zgjedhur. Ky është shpirti i shenjtë që po të tregon saktësisht ku është dera. Ky është momenti për ta mbyllur. Ky është momenti për ta prerë. Ky është momenti për të kthyer atë që nuk të përket dhe për ta hequr dorën nga ajo që është e mallkuar. Ky është momenti për të deklaruar me gojën tënde, tani, me zë të lartë, edhe nëse je vetëm duke e lexuar këtë në mesnat, se ti heq dorën nga gjithçka që hyri në jetën tënde pa vulën e Perëndia. Se ti kthen çdo objekt të kontaminuar. Se ti prish çdo marrëveshje në gjumë. Se ti pret çdo lidhje të infektuar. Se ti mbyll çdo derë të hapur për shkak të pakujdesisë sate ose të dikujt para teje. Dhe se nga ky minut, i zgjedhur, shtëpia jote, familja jote, trupi yt, mendja jote, thirrja jote, janë territori i Perëndia.
Juridiksionit të lartit, pronë ekskluzive e Zoti i ushtrive, dhe asgjë e askush nuk hyn atje pa lejen direkte të qiell. Dhe këtu është pika që ndryshon gjithçka. Sepse pasi mbyll këto dyer, pasi pret këto lidhje, pasi djeg këto ura që djalli ka ndërtuar brenda historisë tënde, diçka e madhe fillon të ndodh në planin shpirtëror mbi ty. Vajosja që ishte e bllokuar fillon të zbresë. Ëndrat fillojnë të kenë sërish kuptim. Lutjet fillojnë të marrin përgjigje me një shpejtësi që të tremë. Dallimi bëhet aq i mprehtë sa fillon t'i ndjesh gjërat përpara se të ndodhin. Njerëz që ishin përreth teje pa një arsye të qartë për të qenë aty, fillojnë të largohen vetë, pa sherr, pa konfuzion, thjesht zhduken sepse nuk e durojnë dot më frekuencën në të cilën ke filluar të operosh. Dyer që ishin të mbyllura prej vitesh hapen me një telefonat të vetme. Providenca mbërrin nga vende që nuk i kishe hartëzuar kurrë. Dhe më e rëndësishmja, paqja i zgjedhur. Ajo paqe që te i kalon çdo kuptim. Ajo paqe që nuk varet nga rrethanat. Ajo paqe që të bën të flesh thellë edhe kur bota përjashta është në flak. Kjo paqe është shenja se rrethimi ka përfunduar. Se territori është rimarr. Se i zgjedhur është kthyer në vendin e tij. Dhe është pikërisht kjo rrugë, ky udhëzues hap pas hapi, kjo rimarrje territori që është hartëzuar brenda libri digjital Udhëzuesi i të zgjedhurve nga Perëndia për të mbrojtur familjen. Unë nuk e shkrova këtë libër për të mbushur rafte. E shkrova si dikush që dorëzon një manual mbijetese për dikë që po kalon në një zonë lufte pa e ditur se po kalon në një zonë lufte. Brenda ti do të gjesh listën e plot të objekteve më të zakonshme që mbartin ngarkesë shpirtërore dhe si të neutralizosh secilin prej tyre. Do të gjesh lutjet për prerjen e lidhjeve që priftërinjt e beslidhjes së vjetër përdornin kur bënin shenjtërimin e familjes. Do të gjesh lutjen e blindimit të shtëpi, të krevatit, të derës, të punës, të makinës, të celularit, të celularit, sepse sot pjesa më e madhe e sulmeve hyn përmes tij. Do të gjesh protokollin e mbrojtjes së fëmijëve, veçanërisht të atyre më të vegjelve, të cilët janë më të synuarit sepse ende nuk kanë dallim vetja. Do të gjesh shenjat që dikush nga familja jote është nën sulm, edhe nëse ky person nuk e vëren. Do të gjesh listën e dyerve kryesore që të zgjedhurit hapin nga pakujdesia dhe si të mbyllësh secilën prej tyre me fjalë profetike specifike. Linku i zgjedhur është i fiksuar në krye të komenteve të kësaj videoje. Dhe do ta përsëris edhe një herë me seriozitetin që kërkon kjo çështje. Ky material sfidon ballazi atë që shumë njerëz kanë interes ta mbajnë të fshehur. Nuk është egzagerim. Tashmë kanë tentuar ta rrëzojnë. Kanë tentuar ta heshtin. Kanë tentuar t'i devijojnë njerëzit si ty që të mos mbërrijnë deri këtu. Dhe megjithatë, ti mbërrite. Rastësi? Nuk është rastësi në jetën e të zgjedhurit. Ekziston thirrja. Shkarkoje tani. Komento poshtë kësaj videoje. Unë jam i zgjedhur dhe do të shkarkoj librin digjital. Sepse tani që e ke manualin në dorë, unë mund të dorëzoj shtresën e fundit të këtij zbulimi, dhe kjo shtresë e fundit është më e rënda nga të gjitha. Ka një gjë i zgjedhur që ndoshta është arsyeja numër 1 pse bijtë e Perëndisë të shënuar për vepra të mëdha përfundojnë të stakuar gjithë jetën. Dhe kjo gjë nuk është objekt. Nuk është fjalë. Nuk është lidhje me njerëz. Kjo gjë është më delikate, më e thellë, më e vështirë për t'u identifikuar, sepse ajo banon brenda vetë të zgjedhurit. Është ajo që unë e quaj identitet i huazuar. E di çfarë është kjo? Është kur kalon aq shumë kohë duke qenë ajo që të tjerët prisnin që ti të ishe, kur kalon aq shumë kohë duke mbajtur etiketa që të vunë në fëmijëri, kur kalon aq shumë kohë duke u formësuar për t'u përshtatur në ambiente që nuk u krijuan që ti të përshtateshe, saqë në një moment të jetës thjesht harron se kush je vërtet. Dhe kur i zgjedhuri harron se kush është, ai ndalon se ushtruari autoritetin që ka. Fillon të jetojë i vogël. Fillon të pranojë më pak. Fillon t'i kërkoj falje dritës së vet, fillon të zvogëlohet për të mos shqetësuar ata që kur nuk deshën të mirën e tij. Dhe kur ndodh kjo, i zgjedhur është sikur djalli të mos kishte më nevojë të sulmonte. Ti vetë e mban veten të burgosur. Ti je gardiani yt shpirtëror. Dhe kjo, ndoshta, është tragjedia më e madhe e jetës së një të zgjedhuri, të jesh vetë përgjegjës për mbajtjen e prangave që Krishti tashmë i ka hequr nga kyçet e tua. Ti duhet të kuptosh se lindja jote nuk ishte një ngjarje biologjike e rastësishme.
edhe para se baba yt dhe nëna jote të takoheshin, edhe para se prejardhja jote të kishte filluar të vizatohej, ti ishe tashmë në projektin e Perëndis, me emër, me kohë, me mision, me territor, me thirrje specifike, me hir të matur saktësisht për të mbajtur peshën e përcaktimit tënd. Ti nuk erdhe për të zënë hapësirë. Ti erdhe për të zënë pozicion. Pozicion strategjik, pozicion luftimi, pozicion lutjeje, pozicion ndërmjetësimi. Pozicion profecie, pozicion shërimi, pozicion buke, pozicion fjale, pozicion zjarri. Dhe çdo pozicion i tillë kërkon që ti mos e prek atë që do të heqë nga pozicioni. Ka gjëra që kushtojnë shumë shtrenjtë për të zgjedhurin. Ka gjëra që duken të vogla, por kanë peshën e kurorës. Ka gjëra që duken si një pakujdesi e thjeshtë, por janë hapësira e saktë përmes së cilës djalli hyn për të çmontuar dekada ndërtimi shpirtëror në një natë të vetme. Prandaj paralajmërimi i kësaj videoje është paralajmërimi më i rëndësishëm që ndoshta do të marrësh këtë vit, mos e prej. Mos e prek atë që duket mirë, por ka erë të çuditshme. Mos e prek atë që erdhi shumë lehtë. Mos e prek atë që kërkon të qëndrojë e fshehur. Mos e prek atë që shpirti yt e refuzon para se mendja jote të kuptojë pse. Shpirti yt di gjëra që mendja jote ende nuk ka mësuar ti përkthej. Dhe i zgjedhuri i pjekur është ai që mëson ti bindet shpirtit para se mendja të racionalizojë. Dhe unë e di çfarë mund të jetë duke kaluar nëpër mendjen tënde tani. Ti mund të jesh duke menduar, po sikur ta kem prekur tashmë? Po sikur ta mbaj me vite? Po sikur të kem firmosur pa e ditur? Po sikur dera të jetë e hapur për aq kohë sa duket e pamundur të mbyllet? Dëgjoj çfarë do të them me gjithë vendosmërinë e qiellit në këtë fjalë. Nuk ekziston derë që gjaku i Krishtit nuk e mbyll. Nuk ekziston kontratë që emri i Krishtit nuk e gris. Nuk ekziston lidhje që vajosja e shpirti i shenjtë nuk e pret. Nuk ekziston ndotje që uji i gjallë nuk e lan. Ajo që ekziston është mungesa e informacionit se si të aksesosh këtë fuqi që është tashmë në dispozicionin tënd. Ti nuk ke nevojë të pushtosh autoritet të ri. Ti duhet të ushtrosh autoritetin që të është dhënë tashmë. Ti nuk ke nevojë ti lutesh Perëndis që të çlirojë. Ti duhet të dekretosh çlirimin që Krishti tashmë e bleu në kryq. Diferenca mes të zgjedhurit që jeton fitimtar dhe të zgjedhurit që jeton i tërhequr është vetëm një informacion. Njëri di kush është, di çfarë ka, di si ta përdor. Tjetri di kush është, por nuk di çfarë ka, dhe për këtë arsye nuk e përdor. Dhe qielli i tërë qëndron duke shikuar, duke pritur momentin kur i zgjedhuri do të zgjohet për të përdorur arsenalin që është i paprekur pranë tij prej vitesh. Dhe kjo është arsyeja, i zgjedhur, që po insistoj për herë të fundit në këtë video, nxito të marrësh libri digjital Udhëzuesi i të zgjedhurve nga Perëndia për të mbrojtur familjen. Ky nuk është thjesht një material tjetër leximi. Është një arsenal i plot për identifikimin e dyrëve, për lutjen e mbylljes, për blindimin shpirtëror të familjes, për protokollin e rimarrjes së territorit, për udhëzime se si të operosh identitetin tënd si i zgjedhur pa u fshehur më, pa u zvogëluar më, pa kërkuar falje që i ai që Perëndia përcaktoi të ishe që para themelimit të botës. Brenda këtij libri ndodhen mësimet që mblodha nga vitet e studimit mbi atë që entitetet e planit shpirtëror tashmë kanë zbuluar për kohën e saktë në të cilën po jetojmë, mbi sulmet specifike ndaj të zgjedhurve në këtë gjenerat, mbi dyert më të zakonshme që po përdoren për të kontaminuar shtëpi të tëra pa e vënë re askush. Linku është fiksuar në krye të komenteve. Po e përsëris për herë të fundit sepse paralajmërimi duhet dëgjuar. Ky përmbajtje ka qenë tashmë shënjestër e përpjekjeve për heqje. Ky lloj informacioni sfidon interesa që shumë njerëz preferojnë t'i mbajnë të fshehura. Ndaj mos e lër për më vonë, i zgjedhur. Më vonë mund të mos ekzistojë. Tani është ajo që ke në dorë. Dhe tani është koha e Perëndis, jo koha e disponueshmërisë sate. Shkarko librin tani dhe komento poshtë kësaj videoje me besim, me vendosmëri, me bindje. Unë jam i zgjedhur dhe do të shkarkoj librin digjital. Sepse kjo deklarat nuk është thjesht një fjali. Është një nënshkrim shpirtëror. Është një dekret. Është një pikë kthese. Është një ndarës ujërash mes atij që ishe deri më sot dhe atij që fillon të jesh nga ky çast. Dhe për ta mbyllur këtë fjalë me seriozitetin që meriton, dua të lë një imazh të fundit. Imagjino skenarin vijues, je në një dhomë të madhe, të errët dhe në qendër të kësaj dhome ndodhet një tryezë.
Mbi këtë tryezë ndodhen të gjitha objektet, të gjitha fjalët, të gjitha lidhjet, të gjitha marrëveshjet, të gjitha dyert, të gjitha kontratat shpirtërore që ke grumbulluar në jetën tënde deri këtu pa e kuptuar. Gjithçka që të është dorëzuar në fëmijëri. Gjithçka që erdhi si trashëgimi. Gjithçka që pranove si dhuratë pa lutje. Gjithçka që the për veten në momentet më të këqija. Gjithçka që mbajte si hidhërim nga njerëz që të lënduan. Gjithçka është aty, mbi atë tryezë, duke zënë vendin që duhej të ishte i bekuar. Dhe tani imagjino Krishti duke hyrë në atë dhomë, i zgjedhur. Imagjino atë duke ecur deri tek kjo tryezë. Imagjino sytë e tij duke takuar të tullë. Dhe imagjino atë duke pyetur një gjë të vetme: a më autorizon të heq gjithçka nga jeta jote? Sepse ai nuk do ta heqë me forcë. Ai respekton shumë vullnetin tënd. Ai vepron vetëm aty ku është i ftuar. Dhe atë që të kërkoj tani, me gjithë vajosjen që kjo fjalë mbarth, është që të thuash po. Thuaj po me gojë. Thuaj po me zemër. Thuaj po me qëndrimin e shkarkimit të këtij libri, të mësimit të protokollit, të zbatimit të asaj që është shkruar, të blindimit të shtëpisë sate, të rimarrjes së thirrjes sate, të lënies së gjithçkaje që nuk mund ta mbash më, të heqjes së dorës nga gjithçka që Perëndia të paralajmëroi të mos e prekësh më. Sepse që nga momenti kur ju thoni këtë po, i zgjedhur, diçka shumë e madhe fillon të ndodhë. Qiell lëviz. Theri dridhet. Engjëjt dërgohen. Demonët zhvendosen. Furnizimi fillon të riorganizohet për të mbërritur tek ju përmes rrugëve të reja. Njerëzit e duhur fillojnë të tërhiqen drejt historisë suaj. Njerëzit e gabuar fillojnë të largohen pa pasur nevojë të shtyni. Emri juaj kthehet të shqiptohet në takimet e duhura, në vendet e duhura, në kontekstet e duhura. Familja juaj fillon të ndjejë efektin e blindimit që keni instaluar. Fëmijët tuaj fillojnë të flenë më mirë. Martesa juaj fillon të marrë frymë. Mendja juaj fillon të qartësohet. Ëndrat tuaja fillojnë të kenë kuptim. Dhe ju filloni, më në fund, të jetoni atë që Perëndia gjithmonë donte që ju ta jetonit, por që kontaminimi nga objektet e gabuara, nga fjalët e gabuara, nga lidhjet e gabuara, nga marrëveshjet e gabuara, e kishte penguar gjatë gjithë kohës. I zgjedhur i liruar është një forcë e natyrës. I zgjedhur i informuar është një kërcënim për mbretërinë e errësirës. Dhe ju, duke filluar nga sot, pas kësaj videoje, pas këtij libri në duart tuaja, pas këtij vendimi të marrë, bëheni ky i zgjedhur. I liruar. I informuar. I pozicionuar. Gati për të përmbushur gjithçka që është shkruar për ju në librat e qiellit që përpara krijimit të botës. Prandaj mos e prek më atë që Perëndia urdhëroi të mos e prekësh. Lëshoje. Ktheje. Prije. Digje. Mbylli dyert. Hiq dorë nga marrëveshjet. Anulo deklaratat e vdekjes që ke bërë mbi veten tënde. Pastroje shtëpi në lutje. Vajos dyert e tua. Mbulo fëmijët e tu. Blindo martesën tënde. Riorganizo mendjen tënde nën autoritetin e Shpirtit i Shenjtë. Merr libri digital Udhëzuesi i të zgjedhurve nga Perëndia për të mbrojtur familjen, i cili ndodhet në lidhjen e fiksuar në krye të komenteve, dhe përdore këtë material si arsenalin që është. Jo si thjesht një skedar tjetër në celularin tënd. Si manuali i luftës që do të mësoj të operosh autoritetin e të zgjedhurit që gjithmonë e ke pasur, por kur nuk e ke përdorur me intensitetin e duhur. Dhe mbaje mend, gjithmonë mbaje mend, ti nuk ke mbërritur te kjo video rastësisht. Ti nuk e lexuar deri këtu aksidentalisht. Ekziston një qëllim prapa çdo fjale që hyri në veshët e tu sot. Ekziston një thirrje që po konfirmohet tek ti në këtë çast të saktë. Ekziston një dekret që po vuloset në qiell mbi jetën tënde në këtë minutë. Dhe gjithçka që mungon tani, i zgjedhur, është poja jote. Poja jote duke shkarkuar librin. Poja jote duke komentuar, unë jam i zgjedhur dhe do të shkarkoj librin digital. Poja jote duke u ngritur nga karrigia, duke hapur materialin, duke aplikuar protokollin, duke rimarrë territorin. Sepse qiell tashmë ka bërë pjesën e tij. Krishti tashmë ka bler lirin tënde. Shpirti i Shenjtë tashmë të ka aftësuar. Engjëjt tashmë janë pozicionuar. Vetëm duhet që ti të bësh hapin që vetëm ti mund ta bësh. Ky hap quhet bindje e informuar. Dhe është ky hap që ndan të zgjedhurin që ëndërron nga i zgjedhuri që përmbush.
Sot, tani, në këtë minutë, unë besoj me gjithë besimin tim se ti bën pjesë në grupin e dy. Se ti bën pjesë në grupin që përmbush. Se ti bën pjesë në grupin që vepron. Se ti bën pjesë në grupin që nuk e prek me atë që Perëndia urdhëroi të mos e prekësh, dhe që pikërisht për këtë arsye do të fillosh të prekësh me dorën e shenjtëruar gjithçka që Perëndia ka ndarë për të ta dhënë në këtë sezon të ri. Në emër të Krishti është e kryer. Shko, i zgjedhur. Merr librin dhe hyr në terren.